Mirëmbrëma, telespektatorë të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 7 të Natcastit po Çuçka. Mirëmbrëma në pimie shok të Çuçkave, faleminderit që ndani kohë të na ndiqni, faleminderit që na bëni subscribe në YouTube, faleminderit për follow në TikTok, Instagram dhe në Facebook. Mirëmbrëma në pimie shok të Çuçkave. Te faleminderoj shoqet e Çuçkave. Ka vetëm shokën. Po shokën e shoqë. Faleminderit shumë shokë e shoqet të Çuçkave, më pëlqeu kjo. Kush janë shokët e Çuçkave? Shokët e Çuçkave janë ata që na ndjekin vazhdimisht se i kena shikuesit më besnik pikitve. A janë shokë aktivistë? Aktivisti kina, si aktivistët e VMRO-s. Atëherë mirëmbrëma në pimie ju aktivistë shokë dhe shoqet të Çuçkave që na ndiqni gjithmonë në terminin e saktë, ndërsa ju të cilët nuk jeni shokë dhe shoqet e Çuçkave dhe na huqni, Na buni kani friend request. na bëni kani friend request. Hipni ke çuçkat.dalja.mk dhe aty i keni të gjitha. Lila, shumë rezaton nisan me buskeshin. Mendoj ajo është senjot që më shef më bukur sot. Ku e di? Me Eliom. E në shumë bukur dukesh me këmeshen Ice Baby. Vanilla. Ice coffee. Ice coffee. Nëse se pejnë coffee, ice coffee. Mendoj ishte një ditë e mrekullueshme sot. Po. Më në fund më ato pjakat e këqija të si njef ato. Duket se shkon. Shkon ato. Duket se shkon. E pron dillin, ishte një kohë e voliqme sot. Mendoj zdrejt të dilli, zdrejt se në une. Reflektoj. Kishte një dill të mirë, një havat të qiele, kishte një inspirim se kur ka dill unë kënaqem, nuk e di sa e dini. Prapte, si e vetë. Qefe kom, dillin e kom qefe. Lim në mal, mua në bolle kom që të Se në mal ka më shumë dill? Po, ma qiel më duket se. A ma afër dilli? Ma afër manolт. Si këta si janë të shku ma afër hanës, ditë për ditë. E po. A ke pasi këshin qitë një sirat, dhe me sot jemi ma afër hanës se kur, e ku e këshin qitë atë siratin, hana duke ishte ma e vogël se sa ne pikto që e shafë. E që isha shtosja atë me Shtosja është sa ma lakë si shkon të shofi, shonën aq ma i vogël bëhet. Ateja hona. Ka i duke di, hona duke shte ma i vogël. Aha. Pi manor se sa pikto, se di që ishte problem. Ndoshta hona ko këto ka ndalë kontra e kam promashit koridore. O kolla e kam Okolla ndalë. do t'i dalin se e presin pja që. Sa glëm, Kontra do rotullo. Kur të vjen hona ti roke me felçën, hop ti t'kje prap të gotë, s'kan si t'kin, s'kan volona, ke pasi lejnat i mrende kështu. Se di, kom pa unë se kom hala qartë këtë konspiraci, teorien lije se unë kom konspirative. një shët që e bëm toko e rafsh, bra, të në rajnë në Abe, rekitve. ajo qëtër më abet, ama më vakum, si funksionojnë, si mund të kehen, hala nuk e kom qartë. Dhe me thonë fizik ne nuk kina mëso, kështu që se di, ati hipim ke kjo tema, më hipim ke kjo tema, Ma së teme gjonë. Iq ma merë më përzini, bra. Apollo, Ma merë më përzini, bra. Ma hejmë nësi shkenca kam rej shumë. Shumë kam rresh. Pa. Shumë që të nga bim pi hana. Ato, ne si do që tje dillin e shafim, dillin në ngrof, dita o zgjat, roga minimale ka hip. Po si, ena jo vlen të theksohet. Roga minimale o bo 26.000, a be 100.000 dinar nga dale, e dimi e 100.000 dinar, as një ngurbet, ki dhe t'ken këto, që ishtë folën? Mund bëhet 100.000 dinar, ka dimi e 76, 7. Kur dhe bëhet nafta 100.000 dinar, litra. Më e qëte. Kur dhe shkojmë për strajtin hanë, se se sonë 50 Që që... Merë, një lajmi merë, pas ka hip roga, që këtë Ka se hip kisha ditë. 26.000 Do me thonë dhe dinar. hipin e ne këto pridenoset ke knjigovodite, që duhet e në ato qipin të. Veç ka nip, mo, ato veç ka nip. Nuk e di shta e njuve sa do të bëbëj roga. Po, varet me koeficient shkon ajo për pjesëtarët. Sa e kina koeficientin me rogën minimale. Koeficientin e 26.000. sistematizimit ponës këto. Koeficientin inteligencët? No, për vlla, si cili punëtare ka koeficientin e vetë. E në të e përpjeston me minimalen qik. Nëse ka qonë 24, e bën shtej herë me 26 koeficientin tonë, e në do ta qesi, mund të na vjen. Sa e ke koeficientin? Unë kom 1.689 shoh dëni sen. E në me bue sa, pa jo vinë një 2500 dinar, mu duhet ma i pish rogën. E në Alil, të sa e kje koeficientin? Nuk e di. 3.4 e ga. Unë e kom 7 plus, dish, Ma lojt i fiti, me koeficient, unë vetëm kjo sport s'ka kom.
E kështu i bën përpjestimet administrata që i qesi rroga, që i jepin ka 2.000 dinar, dhe kujt i jep ka 3.000, dhe një thot mu ka ne ndërhak se kom rrogën ma të vogël, ka kështu do. I ka ndërhak se si ka jepi, që? Po nësë nuk i ka jep. Mo ma zeni për kusor, që unë këto koeficientet nuk i di, se unë rrogës ma kanë disho dërzhava as njerë, unë vetë si kom disho, koeficientin e kom bo vetë. Duhet që jepish vetës. 7 plus e kom koeficientin, unë e kështu që se kom hiq problem. Nuk t'ka jep dërzhava as njerë. Nuk, as njerë se m'ka jep dërzhava. Suma Por summarum, unë kom jep dërzhavës disa herë. suma summarum, rroga hipën pi 2.000, njën 3.000 dinar. Ke të kush, varsisht. Ke këto që jina ne pak ma Me dobet, përqindje hipën ose me fix pare hipën? me koeficient për pjestohat e jali. Varet qish vendi po unë e kije, në shtet ta kalëzhe. Nëse kije një koeficient caktot, ajo bëhet here minimalja. Po be koeficienti caktot, nëse kje ti për shembull 24.000 dinar, o bo 26.000 dinar, 2.000 dinar. Nëse kje 50.000 dinar, o bo 52.000 dinar rroga. Nuk. Nëse kje 50.000, o bo 54.000 rroga. Nuk. Varet se a kje koeficientin e vendit po Kushta difton koeficientin me shumë? Dërzhava, be vlla. Ka bilten dërzhavë. Ka në bilten nga. E ne shumë zohet, e ne ta Nëse qëtë. kje të 50.000 dinar rrogën, koeficientin e kje dhe kon 2.5. Po. Nëse fet 100 miljard, me 250 miljard. Nëse e fejt rrogën minimale, nëse e fejt rrogën minimale, 24.000 si ka qenë, bëhet 50.000 dinar. Po, e duplira. 10%. Nëse e bën 26.000, vin një 3.000 dinar. Ta i të bëhet me 2.5 koeficientin, Ma shumë se duple. me 2.5 koeficientin, 26.000, E 200. e 200 bëhen 50 Diçka. 64.000 buhet herë 2.5. Faktikisht e të marish. Mo ma lodh një troni kështu me kështu ma bete dërzhave, se une në rrogën minimal na plata, 24.000, taj duhet t'i fejs ke bon ka 26.000 edhe një sen. Me minimal në plata të koeficientin njoj kje. Jo e po. Ere një, vendërë. Si sigur të. Me rrogën time ma para me isha 180 tabla vo, taj da mor 190 tabla vo. Te koeficientin me veze ki. Me vo e Po mos. pse me vo? Po ku e di taj muftek ajo, i kanë rejt këto rrogat taj bashkë për pashkët, që të kjenë këto të morin pare t'i bjim vojt, se me qenë se është festa, e di kanë hip rrogat, për Bajram nuk i hipi rrogat. Nuk se s'bjim vojt. Ha, ne bjim klin, po e ne këtë klin isa, dalon ajo. Sa vojt tha e ke bjim me minimalën? 180 tabla vojt mundesh e t'bjish me 24.000 dinar. Me minimal platën, po. 180-181 tabla vojt. Veqe, nuk folim kështu kësion ato. Pa nuk jonë tabla, ajo tabliqe. Po ta e skromno, qaq, me qaq rrogën, me skromno tabla, skromno rroga është. Po. E sa dilte një dheqe? Një dheqe dilte 135 dinar. 134 dinar është një dheqe. Kështu. Si i be një dheqe? Po, vëlla, një dheqe, 135 dinar. Po një tabl vojt, sa i bia te? 3 ere 135, sa i vin tjetë? 400 dinar. 400 po, 400 dinar. Ka i din, ka i merë vesh me ki këto gjaja? Statistikat i di bati, se statistikat nuk i boj unë e vetë. Ti mund t'ipishe në t'i shofish këtë deals.mk, që ate e kje laptopin, hip shef, nomi statistikave i kje atë. Vërte? Po vëlla, nuk o vetëm statistika vojeve. Deals, D-E-A-L-S, .mk. .mk. Që vetë ke jatë. Drasë. Qeko e kje drasë. Po si... Ate i kje kretë rroga minimale cëllat shtete jonë, qish mund bjish, ku ke cëllet shtet qish mund bjish me rrogën minimale, sa mund bjish me rrogën minimale. Po me kitë qonë kanë statistikë. Kiti kje, që për vlajnë unë e këto i kom se te kiti kje, ama nuk e shef atë. Për shemë u kene 426 euro është bo rroga minimale. Minimalja, po. Për deri sa në Shqipëne është 500, Sërbi 550, Kosovë 1 euro më lirë se ne, për pas kena ka përcej Kosovën. Bravo, Micko. Ka 1 euro. Fave Micika. E, ne moti që qishtë dhe përmensi. Turqia zhvaritje 540 euro, Gërçka 866, Kroacia 800. Ja, Italia 1300. Italia me kaçak. Gjermania 1700 e në rovë baba Shvajcaria 4150 euro. Qisha me kjo pona me këtë plusin? Qisha me kjo pona te ne do të adishte. Shef, me rrogën tonë te mund bish 135 tabla voa. Ashtu? Ka dale. Angreci mund bish 205 tabla voa. Me rrogën e Gërçkës. Tamam. Zvicër mund bish 280 tabla voa.
Ne do ta dish. Oh. Ose lije bohen se u bo shumë voja, tomli. Shef, me rogën tonë mund bish 320 litra tomël me minimalna plata, 426 euro. Pa. 320 litra në ditë, sa i bje 10 litra në ditë ti pesh. 10 litra në ditë. Ma mirë vahet ti hash. Ha, ma mirë Ma mirë vahet ti hash, Ama ama më s'ket. do t'i zgjedhish Ama vahet të shetë, kujt do po, t'i do hash, se shumë shtrejnë këto statistikë. Në Itali 1481 litra, 1 tonë e gjimës mund bish tomël me rogën e Italijës. Pa. Po sto. Ma mere kje, Alil, këto unë sa e shof, me sa e shof vahet ma të lira i ka Serbia. Ama si di hash vahet e Serbit. Problem. Serbi e ka shvimin ma të lirë, masi vinë Turqia, ta i parashtohet pyetja kujt vahet e Serbit, a Turkut dhe ka. Sa dinori shte ma shtrejnë Turqi? 170 është Turqi, a Serbia 79 që shfër... No, ka dalë se Ketlini pas kom dalë. Ato janë koliqina. Ketlina kom dalë. Ketlina. 83 me 89 thot Torku. Torku i ka... Një 69 89 e ka Torku dheqen e vojeve, a Serbia ka 83. A dalojnë 10 voje Torku dhe 10 voje Serbi? E nuk e di. Tetovarat i kanë mëtë, si ishte ajo me Jaudit, kur i kanë thonë bërç një Jaudit, ashtu kishte një mitologji. Mitologji të dovarë. Mitologji të idi, ato No, mitologji. po i kanë thonë bërç një... Te merresh me mitologjia, njeriu ka statistika. Statistika komune, të lutem. Kështu që për kitë ato që du në shofin statistika se ku qish kushton, sa kushton, pse kushton, nuk vetëm voja tomlit lini, po qoftë pajisjek për keshpeja, për marketet, për... Kitë gjoja të saj dini qmimet, kush kushton, qish kushton, ku kushton, nëse duni dini, mund t'hipni ke deals.mk. Më pëlqeu kjo, ti hash vahet e armikut. Nuk ha vahet e Serbit. No, be ju e Ma të shtrejnë të atje tona do t'i ha. A plazma ti han? Po s'ka api që tërkondi. Plazma të Serbi i bëno vla. Se plazmat bërë me voja Sërbi. Veç e sëra fjalla. Te indirekt dashke janë voja në Sërbi. Po e vla, po që kjo të hongër produkte Sërbi, në voja Sërbi, analizat katastrofe, ne jom koqit ka kitë onët të t'kallë gjithdrit. Di infuza kom marë para ditve. Ishe pak në gjendje kritike ti. Po valla i kje qisha? Thonë pi produkteve të armikut. Po taj nuk e di, ama më kapi një dermoku bona me një virus. Nuk ishe mejrë, hiq. Hiq nuk isha mejrë, vle. E në matët e bëjnë vetëm. Në matët e bëjnë vetëm. Nuk, vërtes kom qonë me. Je bo si ato bubat e vjetra Beatle, që shonë ato Volkswagen. Mash. 100 kg, po vla. 100 kg? Po si. Te mund të ne bosh pun pa to presha dis. Bosh Dëni pun. DPF të zonë dëni sen. Te duhet me hesap të të morën e të të qëjke këshiu këtu ke zgjimi të të bëjmë një tekniçki vlej. Si me tekniq. Vallej, po. Si në kanal? Kanal të të fesim njerë me kështu me kompjuter të diagnostifikojmë. Si i thushin tekniçkit? Kontroll teknik. Të të bëjmë një kontrol teknike, Adis. Me qenë se kontrola teknike zgjimi ka erë të afër studios tonë këtu. Me një herë e kina, mund të që kërkojshi e kina këtu. Me një, ashtu, me një gur dizogja. Dhe shkëshu e ke zgjimja, te mund të ta bëjmë një kontrol teknik. Si kontrol teknik ka këtë? Kontrol teknik kanen Tetov, kanen Gostivare ka qelë taj pikën më të re të kontrolit teknik. Nëse donë të të bëj kontrol teknik, mund të ne pasoshin të të bëj zelen kartonin, të të qesë në Sërbit morish plazma. Nuk është problem. E në homologacije një. E në homologacija që i do të të bëj, mund të të qëmë ke zgjimi këtu, se ka erdhë me kontrolin teknik këtu afër në Gostivar. Të gjithë ato telespektator të ndëruar ose shokët e Adisit të cilët e qëlloni qyshka, kush do të bëne kontrol teknik të automjeteve të tuaja. Po ashtu edhe sigurimin e veturave. Edhe kartonin e gjelbërt, mund të shkoni të vizitoni kontrolin teknik zgjimi i cili është në mllaki këtu afër studios tonë. Me një sebeb mund vinit na shefni e në neve e në të bëni një kontrol teknik. Shumë këndi si AI atë më folishte, mu të mendoj njerëzit se i e personazh artificial. Kishte një trik kja i ataj, su ne bësh, nëse i bon gishtat i vëndon ke ftera kështu, dikto është ka del ajo, se nuk i e AI.
Ja. Ishte një teknikë. Ku e mësove këtë më Ti kur I vendon gishta, që ja vendoj gishta? Unë traktave kështu e zdi këto, shtandroja hadisin. Po si? Nuk është pona ajo. Me ki ka do gjëja që ai jesu një bon. Musu në mbona aja, vetëm Mustafa mund të mbona. Në djali Mustafa. Mustafa këtë rast të prindi, jo? Po, prindi. Mustafa Fala. Haxhi Mustafa, jam produkti ati, ai ja, problem nuk ka me Haxhi Mustafa. A me thonë tek ja ka informacija të forta. Ka. Po, unë nuk merrem me mitologjia e me horoskopet e hadisit e me këto të dhëna, unë lexoj statistika, kështu që dëshiroj të gjithë njerëzit të merren me diturej, nuk merren me hylaja dhe hulaja merren. A I e të shumë I sigurt se ki e shumë informacion? Ka në një orit përgjithshme e hadis. Nuk e di unë ka I me. Unë shumë I sigurt o ki. I sigurt o ki, o me një quiz t'i bëjmë tine. A dënë të ta veri një Unë jom I gatshëm për sfidat që çdo që tjetë nëse është për punë ditunie, unë mendoj se Çeko I kje Tarik Filipovicin pa fjalë. Tarik Dënë të ta Filipovic. A do të ta bëjmë një quiz? Pa qëtër, nuk është problem për mua. I e gatshëm? Për herë, daj ma. E pa të regjia, vazhdojmë me një quiz me Tarik Qelipovic. Nga studie e Quçkave. A që o bëjnë një quiz, a? Po, pse jo? Okej. Nëse keni vendos të ma testiratni diturien natyrore dhe shoqërore. A je gati? Po. Hajde të Si gjithmonë. shofim. Atere, përshëndetje të nderuar miq të Quçkave, jemi këtu në quizin Kush don të bëhet milioner. Karshimeje në dorën time të gjatë kemi zotri Halil Jakupi, afarist nga Gostivari dhe me dituri të gjerë dhe njohuri të, më thonë, jashtëzakonisht të sakta me informuar një esnaf qyteti I cili do të tentoj që të kap milionin sot. Halil, si ndjeheni sonte? Mirë, zotri, ndjehem pak I emocionuar. Pak I natyrisht, emocionuar, po, ashtu, pasi që do të hy në përpara publikut në pyetjet e tuaja. Pa? Mirë po, I besoj njohurive të mia dhe shpresoj të kaloj mirë dhe ta fitoj 1 milion. Mendon se do ta kapësh 1 milion? Pse të mos? Po. Është një ëndër e ka moçme të bëhem milioner, mirë po gjatë këtu qenë ka fati dhe të shohim tash. Nuk e di çfarë janë pyetjet. Besoj se do të mund të arrij dhe t'i fitoj 1 milion euro dhe të shpërngulem prej këtu. Atëherë më gëzon fakti që keni kaq vetë besim. Në ndërkohë regjia, rregullat e lojës janë 2.000 euro shkon për pyetjen e parë, 4.000 për pyetjen e dytë, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 dhe 1 milion euro për pyetjen e 10. Në ndërkohë, kur ju do të ngecni, keni mundësinë e shfrytëzimit të jokerit gjys-gjys, jokerit thire, dhe me thonë të testosh publikun, dhe thire mikun. Po. Atëherë, ku do të ngecni ju, ku do të keni dyshimet tuaja, mundet t'i përdorni jokeret. Mund të edhe më I përdori. Mund të ne më përdorës, nëse ki jetë jashtë njoftësej, s'është problem, e bëjmë si dush. Atëherë regjia, vazhdojmë me pyetjen e parë. Pyetja e parë thot kështu. Sa muaj të vitit kanë 28 ditë? Nën A, 1 muaj, nën B, 3 muaj, nën C, 12 dhe nën D, 6 muaj. Me thonë, sa muaj të vitit kanë 28 ditë? Pa. Shkurti ka 28 ditë. E di se është jo pyetje me kujna këto, ama e din te me cëllën kje po. Shkurti ka 28 ditë, ama 12 muaj kanë 28 ditë brenda në muajin e vet. Kështu që përgjigja ime e saktë është kishte 12 muaj, ashtu? Po. Ishte aja bëja C-ja? Do me thënë, përgjigja juaj përfundimtare është 12 muaj. 12 muaj, po. 12 muaj. E sakt. Bravo Lila, nuk I hanë thekat. Ju keni fituar 2.000 euro. T'i gëzoni me shëndet. I hani, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Vazhdojmë? Po, A jeni patjetër. sigurt? Po. Hajde, shkojmë me pyetjen e radhës. Pyetja e radhës thot kështu. Mushka si kafsh hibride. Vjen si kryqëzim I. Nën A, kalit me pjelën. Nën B,
gomarit me gomaricën, në C, gomarit me pelën, dhe D është kafsh laboratorike. Dhe më thënë e ki e parasysh mushkën. Mushka është një produkt hibrid, ashtu ishte në pyetje? Po, është kafsh hibride. Jo me struj, po hibride quhet shumë. Nuk është Tesla. Ja, nuk është Tesla. Mushka është gjini femrore. Mund t'jetë në asnjanës. Edhe njerë përgjigjet nëse... Përgjigja e parë është nën A, kryqëzimi i kalit me pelën, nën B, gomarit me gomaricën, nën C, gomarit me pelën, dhe D, kafsh laboratorike. Nuk jam shumë i sigurt, ama besoj se gomarit me pelës është. Ju mendoni se është gomarit me pelën? Po. A është përgjigja ju e përfundimtare? Po, është përgjigja ime përfundimtare. Përgjigje përfundimtare. E sakt, bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo Alil, keni fituar 4.000 euro. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Patjetër. Atëherë pyetja e tretë për 8.000 euro, ose për një Golf 7. Thot kështu. Vazhdimi i këngës Pik me rema, shero, shero, hajde pik me rema është ndaj zylyfet, sheron 4 rema, ndaj zylyfet, sheron 4 rena, ndaj zylyfet, shero hajde mrena, dhe ndaj zylyfet, sheron 4 vena. Nëse ki e parasysh këngën Pik me rema. Po, e kam Shero? parasysh, është ajo kënga Pik me rema, shero, shero, hajde pik me rema. Di herë thot pik me rema. Po edhe një herë. Ndaj zylyfet, shero 4 rema. Ndaj zylyfet, shero 4. Qish ishim përgjigjet? Përgjigjet janë sheron 4 rema, B, sheron 4 rena, C, shero 4 mrena, dhe D, sheron 4 vena. Ndaj zylyfet, shero 4 mrena, nuk është. Dëja ishte vera? Jo, D-ja është në 4 vena. Shero 4 vena. Si di ndash 4 vena? Nuk e di unë. Mendoj se rena duhet t'jetë Pik me rema, shero, shero, hajde pik me rema. Ndaj zylyfet, shero 4 rena. Do me thonë me 4 rende t'i ndane, zylyfet. Në 4 renda. Po, rena, rendeve, po thuj. Po. Po taj, logjikisht duhet t'jetë ajo. Mendoj se ç'a ajo është, ndaj zylyfet, shero 4 rena. Është përgjigja juaj përfundimtare. Përfundimtar, po. Atëherë, përgjigje përfundimtare është nën B. Ndaj zylyfe, sheron 4 rena. Bravo Lila! Bravo Lila! Përgjigje e sakt. Faleminderit. Ju keni fituar 8.000 euro, e fitot Golf 7-ën. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës për 16.000 euro. Përgjigja e radhës për 16.000 euro thot kështu. Nëse di dele bëjnë 300 pare, edhe 4 copa burek bëjnë 2 pare, sa burek duhet të shitet për të blerë 6 dele? Nën A 1800 burek, nën B 450 burek, nën C 900 burek, dhe nën D 600 burek. Edhe njerë pyetjen falë se 2 dele problem. bëjnë 300 pare. E ki e parasysh këngën 2 dele 300 pa? Tu e pegore, italisht është ajo? Si. Nëse 2 dele bëjnë 300 pare, edhe 4 copa bëjnë 2 pare o usta murat, sa burek duhet shiten për të blerë 6 dele? Dhe me thonë 6 dele. 6 dele gjysa 6 dele. 6 dele. 6 dele. 6 dele të pastra. Nën A e kje, duhet 1800 burek, 450 burek, 900 burek dhe 600 burek. Nëse 2 dele bëjnë 300 pare, 6 dele bëjnë 3, 6, 900 pare. 4 copa bëjnë 2 pare. Po. Që i bie një burek bën 8 pare, nuk, 4 copa bëjnë një burek. 4 copa një burek. Po, 4 copa një burek. 4 copa bëjnë një burek 2 pare. Atëre,
I bie kështu. 900 pare, pardon, 900 pjesë timti, 450. Po. Si? Mendoj, duhet shetet 450 burek, nëse një burek ka 4 copa, e në 4 copa bëjnë 2 pare. Si e ndani burekun ju? Po ne e ndajmë, varet qish bureku është. Nëse është burek në saq, e ndajmë me 4 copë. Nëse nuk është burek në saq, është në saq maric, ndajmë me ma shumë copa. Ama supozojmë se pyetja bëhet për burek me saq. Burek në saq. Po, me 4 copa, atër bën një burek bën 2 pare. Që të bëjmë 900 pare, të bjim 6 dele, ne duhet të shesim 450 burek. 450 herë 2 pare, bëjmë 900 pare. Mendoj, kishte ke përgjigjet 900? Kje 900 e ne kje 450. Dhe me thonë 450 bureka duhet sheten, ka 2 pare që të bëhen 900. Dhe me thonë përgjigje me saktë është 450 bureka duhet sheten. Vazhdojmë me një marketing dhe kemi përsëri. Mirë mbrëma telespektator të nderuar, jemi në marketingun e sotëm në Konxhelibiti Milionaç Çuçkat version. Në reklamën e sotme kemi Vatanmed, klinika e cila shërben për mbjelljen e flokëve dhe trajtimin e njerëzve që don të mbjellin flokë, po ashtu edhe mjekër. Nëse duheni të bëheni me flokë siç jam une dhe nuk duheni të jitni siç është Adisi, mund të shkoni të kontaktoni te klinika Vatanmed e cila gjendet në Shkup dhe mund të konsultoheni falas për mbjelljen e flokëve, po ashtu dhe për mbjelljen e mjekrës. Faleminderit shumë dhe miru pafshi. Atëherë, vazhdojmë me pyetjen e 4. Ku, nëse 2 dele bëjnë 300 pare dhe 4 copa burek bëjnë 2 pare, sa burek duhet të shiten për të blerë 6 dele? Përgjigja juaj përfundimtare ishte 450 burek dhe është e saktë. Bravo Lila. Lila, je kallëzohu mjaft i informot, ha? Mendoj... E në me matematikën që nga i fort? Po, me matematikën jam i fort. Ka hec matematika? Po më ka hec, jo se më ka hec matematika, po mirë po prindërit më qëshin shumë në për kurse të matematikës. Në për kurse? Po, edhe e lotë shatrurin atje, ushtrojshim shumë. Edhe mësuesit më thueshin, je shumë inteligent. Inteligent? Kështu me pyetje logjike kam qenë me vërtet i shkatët, mirë po... I gjinqët, ha? Po, i gjinqët. Gëzon. Për pos numrave kemi pak probleme, mirë po me kështu pyetje logjike. Cila lënd shkon të ma tepër, kujtohet ose jo? Po, fiskultura. Si cëllit. Specie, si është, fiskultura i ka shkuar... I ka shkuar ma tepër. Pasi që fiskultura i ka shkuar Lilit pak ma shumë, atëherë ne vazhdojmë me pyetjen e 5 për 32.000 euro. 32.000 euro, njeri një kredit e ngren, ta dish Lila. E pagun, nuk e ngren. Ose e ngren ose e pagun. Atëherës, pyetja jote për 32.000 euro thot kështu. Në cilën këngë është përdorur fraza "ma bëri varin të dere xhamis"? Piqe kësaj, kisha e në ma shumë frek, ama hajnë. Nën A, Eli Malaj ka vrarë shoqëria. Nën B, Musliu qysh ke mujt me manxi jetën. Nën C, Tajna si aj. Dhe nën D, Besim Mamuti i vdekur jam për ty. Me thonë, ishte një pyetje që une nuk e pritësha nga ju, se nuk jam shumë i njoftuar me punën e teksteve dhe muzikës, sidoqoftë. Po. Mund besoj këtu ta përdori Jokerin ta thirim mikun. Po mos e shkoj shkatu, më thom ta provojsh njerë. Po pse të mos, mendoj këtu pa tjetër ta përdori Jokerin, pasi që unë këtë përgjigje sakt nuk e di. Nuk e di. Miku tim i besoj është... Ti ndani mik që... Po, mund të miku i këndushët është. Është i këndushët. Po, ka shumë njoftësi me tekste shkruarsit. Edhe mendoj se mund ta gjene këtë përgjigje. Miku ju i quhet? Miku im quhet Hajdar Hajdari. Atëherë therasim direkt online zotri Hajdar Hajdarin, një këngëtar i Joni. Mendoj se kemi në lidhje. Alo? Alo, Mirëmbrëma Hajdar. mirëmbrëma, kush na paraqitet? Mirëmbrëma. Paraqitemi prej te Çuçkat dhe kuizi quhet kush do të bëhet milioner. Miku joj Halili ka ngec me një pyetje. Nuk besoj se miku im ngecen në përpyetje. Po, është pyetje artistike dhe e ka pak zametshëm. Miku im është i pangecshëm. Po. Ka një pyetje të cilën mendon se ju ja dini përgjigjen kësaj pyetjes
Dhe e keni në dispozicion zotri mikun tuaj Alilin. Alil, urdhno pa unë burkova bëja piqen mikut. Mund ta shikojmë edhe një pyetje se nuk Alo, o mik. Mik, si a je mirë? Mirë, si mund të zaglavesish me kështu? O ishte një pyetje me kujna kështu që unë nuk mund t'i dalë qysh kësaj pyetjes, mendoj se te mund të më qesish pi krize. E kom drejtën ta përdor Jokerin, mendoj edhe... E ke drejtën ama mundusha pa Joker të bëhesh milioner. Nuk mund bësh pa Joker milioner. Si s'mund bësh pa halal lek, kështu, pa me bu haram lek që të bësh. Kjo halal. Kjo halal është, ashtu, rregull jemi. Miku, pa mos unë burko se kemi kohën e limituar, mund ta parashtroj pyetjen dhe mos e zgjatni shumë muhabetin, vetëm më jepni përgjigje. Pyetja shkon kështu: në cilën këngë është përdorur fraza "Ma bëni varin ke dera e xhamis"? Eli Malaj m'ka vra shoqnia, Musli Musliu qysh ke mujt, Tajna si aj dhe Besim Mamuti i vdekur jam për ty. Shemik se këto milionera dun pak të ngulin, se këto janë tekste të ndryshme. Për shembull, Tajna si aj e përjashtojmë me njerë piloje, se s'ka të bëhe me xhamejen. Musli Musliu qysh ke mujt me manzimet. Okej, rregullina, nuk duhet e na ajo kënga nuk është me siguri. Edhe këto s'ka të bëhe, e tash jam dilem mes Eli Malaj dhe Besim Mamutit. Se për shembull Eli Malaj thot kur të vdes ma bëni varin në oborin e xhamis. Ndërsa Besim Mamuti në fundin e këngës thot, ajo është ajo kënga. Kaubojski është ose? Është kaubojski pak indian, po ka një frazë si poezi në fund të thot, ma bëni varin ke dere xhamis dhe ta shkruani se ka vdek, prej dashuris, prej dashuris, prej dashuris. Si shoh të boki të prej dashuris, pa marrë parasysh me ki unë sa e E tash, nëse pyetja është ma bëni varin ke dere xhamis, unë besoj se është Besim Mamuti i vdekur jam për ty. Në unë e jam i mendimit, mendoj Meki nuk e kontestoj se është i diçët për këto gjoja. Përgjigja im përfundimtare është fjala e Mikut i cili thot, si ishte ajo e fundit? Besim Mamuti i vdekur jam për ty, përfundimtare. Po. Sakt! Bravo Lila! Një faleminderim e veçantë shkon për Miku. Falënderit Miku i Alilit, falënderit. Bajgji piqe jetum habit, jetum çudit pak, ha? Nuk ka nevojë çuditesh, është thjesht një njohuri e përgjithshme. Tash nuk e dim, mund ma t'i qetë bindë një pyetje rond. Unë jam i gëzohë që i mrejna njerë këtu të t'kallëzoj të prezenca ime këtu me ju ishte shumë e kënaqur. Unë bëhet qefi. Gëzohem. Shevet se kje njohuri të përgjithshme, atëherë ju keni fituar të rreth 2.000 euro. Pyetja 6. Shkojmë për 64.000 euro, Lila. Kjo duplo kredit. Parja më erë. Parja më erë. Me 60.000 euro njeri sasën shumë po, ha? Konsiderushme. Konsiderushme. E qëtë Një vjet troshake. Rahat. Atëhere, pyetja, më falni. Pyetja e 6 për 64.000 euro thot kështu. Me fjalin, dukeni mbasdarke, cilës kohë të ditës i referojmë? Nën A, 12-16, nën C, 20-24, nën B, 16-20 dhe nën D, 24-3. Me fjalën dukeni mbasdarke. Dukeni mbasdarke, kur thonë. Si zakonisht kjo përdoret kur zatekesh të kundin e gratë i thuj njëni qetit, dini mbasdarke. Pas kini dalë mati, dukeni mbasdarke. Cilës kohë i referojemi, do me thonë? E shte mbaret për adis është një pyetje shumë interesante në kjo se kush nuk e han darkën njëtën kohë. Dhe kur e han darkën të për shumë? Unë e 11 notës. Po, ma, nuk e di... Nëse preferosh me... Kjo është, do me thonë, një pyetje përgjithshme, nuk është individuale. Ka të bëhe me tej, kjo ka të bëhe me shumë. Do me thonë, dukeni mbasdarke. Është 16, si ishim përgjigjet? Përgjigjet janë. Nën A, 12-16? 12-16 nuk është. Nën C, 20-24? Nën B,
16-20? Shkove A, C, B, që shkon kontra kështu? Fal, nën A. Okej. Tash kemi ardhur këtu të kontestohemi mirë po, kështu me cik-take. Kemi një ndërhyrje nga regjia, dëgjojmë në sallë atje? Po, urnoni? Kjo pyetje përgjigjet i ka arabisht, pin gjajt mësht. Oni s'ka problem ata. Atëherë, kështu, e kemi nën A, arabisht. 12-16, B, Nuk është. 16-20, C, 20-24 dhe D, 24-3, sabahit. 24-3 mo është në sabah, ngelet vetëm 20-24 edhe 18-20. Tash duke marrë parasysh se kur thot gratë kur thujnë duku mazdarke, nuk është muhabet disa hata. Mazdarke e maj mend kur vishin misafirke. E në haromen. Njerë sa thujnë ma u harohu, zdulen më këto, metën, ngelen këto. Që i bie një periudhë pak ma gjatë. Kështu që unë jam i mendimit se përgjigje saktë dhe jetë këto 20-24. 20-24? Po, një mazdarke vere dhe e kishim qujtë. A jeni sigur? Po. Sa jeni sigur për shumë? Jam i sigurt përgjigja im përfundimtare është 20-24. 20-24. E sakt! Bravo Lila! Bravo Lila! I fitot në 64.000. Bravo Lila, më ki qudit, ha? Halal qoftë. Faleminderit. Shifet se je i njofshët e për këto thënjën populare, i din se si shkojnë rendet e shpes, rendet mazdarket, atë më thash qajet. Po, nuk jemi lindur në Buckingham Palace. Po Jemi jo. lindur në kushte balkanike, edhe ju e keni parashtruar pyetjet ashtu sipas rrethanave. Ju faleminderoj për mirëkuptimin tuaj, keni përveç asaj pyetjet me qysh ke mujt me manzi jetën. Mirë për roft miku na shputoi aty me Jokerin. Ka një mik, për herë ka një mik. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja 7 për 128.000 euro, nëse zgaboj regjia. Thot kështu. Pyetja e 7 thot kështu. Cilën epitet e përdor nusja për vjerën e vete? Nën A, shkina, nën B, gjarpri, nën C, shtriga dhe nën D, derri. Është pak si pyetje me spec. Cilën epitet? Cilën epitet e përdor nusja më shpesh për vjerën e vete? Shkina, gjarpni, shtriga, derri. Mesin se unë nuk kom vjerë, nuk kom gjyshe. Unë gjyshe në theri në nalumë. Në nalumë, Tatliane. Tatliane. Është një përgjigje me spec mendoj kjo. Duhet përdoret e në dhe një gjoker këto. Që varet e në sa nervosa nosja këto më nuk Se varet e në qish nosja është. Ama këtu sa i shoh përgjigjet janë loj nosesh. Nuk është vetëm një loj nosesh. Këto du me thonë mirë, meren për bazë një nose komplet. Me thonë, pi 100 noseve, një cëlla dhe ishte përmend ma shumë për një vjerë. Për një vjerë. Tipike për një vjerë që dhe jetë. Se ka shumë përdoren këto, kjo përgjigjet, unë dhe kisha pas qef këto ta përdori një gjoker. Gjoker? Cilin gjoker? Do të argjoni? 50-50, kusheri. 50-50. Pa. Ate regjia shkojmë me gjokerin 50-50. Gjokeri 50-50 në thot B, gjartni dhe C, shtriga. Hala ma ketë shta ka bo. Shtriga pjanë, ose gjartni. Tamam, disa u eliminon, që që ratej sa e none pi do dyshimeve ke kreja që i kisha ndaj nuseve. Mirë po unë mendoj se përgjigja këtu dhe ishte në B, gjartni. E jeni sigurt? Po, nuk jom shumë i sigurt, ama shtriga mendoj se mo nuk përdoret, janë termet e lashta. Këto nuset e reja nuk kam pon me shtrigat, kam pon me gjarpnin me kafshët, po, jo shtëpijake. Zvaroni? Po, kështu që mendoj se përgjigje saktë dhe ishte B, gjarpni. Përgjigja e Alilit përfundimtare është gjarpri. E sakt! E sakt, e unë e disha, ama nuk ta kalzojsha, që se i thonë nëse, gjarpën është ajo ime. Bravo Lila, më ke befaso. Lila,
128.000 euro. Nuk jam pak pare. Nuk jam pak, ha? Po. Qysh dhe kështë e bo me 128.000? Qysh dhe kisha bo me 128.000 euro? Po. Pyetje e bukur. Duke e marrë parasysh se kom digjem, e në një shpej. Po si. Gjë e parë që do kisha bo, do kisha shko ta pes dzimin ke AX Engineering. A ka mundësej të ma bo dhe një shpej me 128.000 euro? Ta bësh një shpej, ha? Pasi që Ximi është një arkitekt i shquar dhe ka zyrën në Gostivar. Ush e din, ai mund tape një mendim se me sa pare çish mund bësh. E në unë përderisa kom marrë 128.000 fitova, ashtu shkojmë për 256. Tash për tash dhe kisha pyet Ximi se me 128.000 euro çfarë objekti do mund kisha ndërtuar për fëmijën tim, i cili do shohim kush ku do ndahet. Po si, e ne mendon se dhe t'i kishë ndajt proporcionalisht. Ej, rëskut nuk i dihet. A dhe e bëjmë majazi tura me shorta, a kush dhe e mane babën? Duket se asnjë se më babën. Asnjë, ta sen nuk jap atë. Nuk jep kur gjo, ha? Se se ma nacioni babën, e no, si maja ato. Jo, po t'kom qef se je mashkull shumë patriarkale, ne i vendosë regullat vetë, Faleminderit. si në kohërat e hershme. Në ndërkohë, ne vazhdojmë me pyetjen e 8, me pyetjen për 256.000 euro. Këto janë mo dibanesa, Lila. Lutem. 256.000 euro ose një qerek milioni, dhe kisha thonë une. Atëherë, pyetja e radhës thot. Nëse Aliu ja fut Arbenit gishtin vesh, kush e ka gishtin vesh? Nën A, Aliu, nën B, Arbeni, nën C, asnjëri, dhe nën D, të dy. Mund të dhe njërë pyetje se shumë. Atëherë pyetja shkon kështu. Nëse Aliu ja fut gishtin vesh Arbenit, kush e ka gishtin vesh? Nën A, Aliu, nën B, Arbeni, nën C, asnjëri, dhe nën D, të dy. Kujdes, lirshëm, mendo, mos u ngot. Besoj se në kjo Bone është sapin. një logjike, mirë po. Bone ishte sapin, interesante. Ju përgëzoj për zgjedhjen e konstruksionit së pyetjes. Falënderit regjia. Interesant kjo puna e pyetjes. Nëse afetën gishtin vesh, Maralla më shpesh. një herë, masi Po. nuk ka problem, sefte është. Është? Po. Nëse afetën gishtin vesh, Aliu Arbenit. Kush e ka gishtin vesh? Aliu e ka gishtin vesh. Po, Gishtin vesh, po. Përgjigje B-ja është Arbeni? B-ja është Arbeni, C-ja është asnjëri, D-ja është të dy. Asnjërin e eliminojmë automatikisht për këtu se gishtin vesh është po se po. Ajo ka... Ka i gishtin vesh, Një a? gisht ka hejmë vesh, ama kush ke cëlli vesh, cëlli gisht ke vesh i kujt ka hejt, nuk e dim të hejt, atë duhet ta zjerim të kush ke cëlli e ka gishtin vesh. Thonë këtë rast, nëse nuk jom gabim une, Nëse pyetja është shumë aja ka shumë e vëllu pastë. gishtin vesh. Po. I e ka gishtin vesh, Po. ama e na e ka gishtin vesh. Na e ka gishtin. Po. Ose veshin gisht. Po, ajo është, si të thom, reciproke është ajo, natyrale, Po. me një gisht në vesh ose me vesh në gisht. Mendoj se këtë rast përgjigja ishte cëla ishte D-ja? Para ishte Aliu, e dyta Arbeni, C-jan e eliminojmë, D-ja ishte? Të di. Edhe njerë pyetje? Pyetja. Nëse Aliu ja fut Arbenit gishtin vesh, kush e ka gishtin vesh? Dhe me thënë, kush e ka gishtin vesh, o pyetja? Mendimi im është se të dy e kanë gishtin vesh. Biologjikisht dhe fizikisht të dy kanë një gisht vesh. Dhe me thënë, Njoni e ka gishtin vesh, njoni e ka veshin gisht. Po, me e peta ki e gishtin vesh, a i thot po. Edhe ati tjetrit me e pet, a i ki e gishtin vesh, thot po. Në me thonë, unë jam mendimit se përgjigja e sakt është në ndë, të dy e kanë gishtin vesh.
Se kush kujt ja ka vendu gishtin nuk e di, ama tani e kanë gishtin. Po. Problem. Përgjigja jote përfundimtare është kjo, ashtu? Po. Të di e kanë gishtin vesh, po. Atëherë, përgjigjen do ta marrim mas një. Mirëmbrëma telespektator të nderuar. Jeni në reklamat live të Çuçkave, kush don të bëhet milioner. Sot, paqeto t'ua reklamojmë firmën Bini Profesional, i cili merret me shitjen e produkteve berberistike. Të gjithë ata që duan të marrin pajisje për berber, prej karike, kefutat, gërshonja, zhileta ose pajisje kozmetike, me pakic ose me shumic, mund të shkojnë të gjemojnë ofertat të Bini Profesional, e cila gjendet në Tetov. Rikthehemi në studio. Atëherë, përgjigja jote përfundimtare ishte në D të di. Nëse Aliu ja fut Arbenit gishtin vesh, kush e ka gishtin vesh? Ju thatë të di e kanë gishtin vesh. Po. Kjo ista ama ne ista. Po. Po, pikërisht është ajo. D të di. Eksakt! Bravo Lila! Është pak si pyetje me spec, a? Po, ishte një pyetje interesante. Eko klavita. Pritësha përgjigje tjera të kjetë, rinë si ato e kanë gishtin vesh, populli qish kanë vesh, atë duhet të befto. Ama kishte përgjigje të limitume, pasi që ishin ato përgjigje mendova se... Popullit i jesin fjallat, i jesin... E në gishtat i jesin. Ama vesha dhe punë tjetër, ajo... Letë vendos vetë publikit. Vetë vendose. Kurse ju keni fituar 256.000 euro të pastra si loti. A do vazhdoni hala, a nuk do vazhdoni? Mendoj një vdekje. Një vdekje, ha? Vere, ndo smërë, një fokë. Do shkëm njërë sa ta gjëmojmë milioni. Nuk e lishon milioni. Nuk e lishon milioni. Kontestojmë, do shkojmë deri në fund. Edhe një joker na ka met, ama unë besoj se s'do ketë më nevojë nëse shkojmë kështu. Kiet një joker, po, nëse do ta përdorish. Atëherë do sigurt je që do vazhdojmë me pyetjen e 9. Do vazhdojmë, pse mo vazhdojmë? Mendoj unë jam i knoqët, e ne me këto, unë mundet shumë gjoja t'i bëjë, ne me këto pare, ama... Gjims Milani. Duke marrë parasysh se mund të fitoj hala ma shumë, pse të mos? Pse të mos? Mendoj kjo është një kompeticion diturie. Po, dhe unë në halal i ki. Aftësive të mija, halal. Jo në këto pare, nuk i merë një pito kuldi, kus duhet, ashtu, faleminderit. Me diturit që mi fiton halal i ki. DDV duhet pagojmë për këto pare? Ska pastër, milionin e pastër e merë, hiç ska DDV. Në regullin atërës. Vazhdojmë me pyetjen e 9 pa DDV për 512.000 euro, e cila thot kështu. Mirë po, këto pyetje, se janë pyetje pak gjims milioni, e ne me pyetje me 1 milion euro, do më thonë janë cifra maramantse. Këto nuk jene përgjigja, do t'i gjësh vetë, se ka në kështu këto. Vetëm pyetje ka? Po, vetëm pyetje. Po, nuk i na morë ne fkim, mund t'a bëjmë si du ne. E të shtaj, më varet. Pyetja thot kështu. Nëse 2 produkte së bashku e kanë çmimin 110 euro. Produkti i parë është 100 euro më i shtrenjtë se produkti i dytë. Sa e ka çmimin veçmas produktet? Do me thonë, nëse 2 produkte bashk e kanë çmimin 110 euro, produkti i parë është 100 euro më i shtrenjtë se produkti i dytë. Sa e kanë çmimin veçmas produktet? Që i bie të dija bashk i kanë çmimin 110 euro. Po. Ka 2 produkte, atej. Ke pyetja? Po. Dhe një produkt është më i shtrenjtë se tjetri 100 euro. Atëherës 110 bëjnë 110. Po. Totali bëjnë 110 euro. Po. Ama në njëherë pyetje, njëni produkt sa ishte më i shtrenjtë se tjetri? Njëni produkt më i shtrenjtë se tjetri jo 100 euro. 100 euro më i shtrenjtë se tjetri. Po nëse on njëni 100, njëni 10, atëherës i bie se 90 euro është më i shtrenjtë. Kjo është pyetje me kunjën, kjo bie në ujë. Ti thaj se i fort me matematikën? Po jo mi fort me matematikën, nuk me numrat. Kështu,
me duhet, me gishta, ljeki gishta në rregullina. 10. 10 çim ka përcen gishta, duhet ka koma, dalësh problem. Nëse bëhet 95 105. Mos on got. Kom ka, ha? Kje ka sa vazhdojmë dush. në javën tjetër. Si jo, vazhdojmë në javën tjetër me kviz, pa problem. Se bëjmë 95, 115. Bëjmë 110, ama bëhet 70 ma shtrenjtë. Është një pyetje interesante, është pak me dy të panjohura. Nuk me një të panjohur, me dy të panjohura, me dy x-a. Në të të kallëzoj drejt në matematik i dobët kom qanë. Po ti ke mësuar muzikë vërtet, keni pas fakultet matematik? Muzikë, hiç Ki asnjë shkollë lëndë mesme, kur gjo. Pi shkollë mesme matematikë. Kish kur gjo. Besom se as një x, as y, as 0, as 0. Atëherë nëse më lejohet, Regjia mund t'ja parashtoj një pyetje thjesht matematikore unë këtij, çofim t'ja masim testing, shumë thjesht për publikun kështu. Unë jam i dobët matematik. Aman, Pa mundet. 3 plus 3, pjesëtim 3. 3 plus 3, pjesëtrim 3. Njo. Që kush për të pyetje këto? Unë te po pyet, ama kjo ishte thjesht një interesi im personal. Nuk di matematikë. Si e bën një? Nuk e din matematikën. Nuk e di be. E gjetë njëshin diftova, ka mu të të. Po ku e di be, pashtu ma direkt me. 3 plus 3. 3 plus 3 6, pjesëtim 3. Di. Po me. Po nuk është as di. Po para bëhesh të pjesëtimi, ma pa bëhesh të... E po bone. Sa tha 3 plus 3 3? plus 3, pjesëtim 3. Duhet t'i shkruaj bali, lebe më mdall dis ta ecë përgjigj mu te. Edhe ka shkuar në shkollë të dovet jam nuk ka marrë kus din një gjo. Vazhdojmë. Nëse dy produkte së bashku e kanë çmimin 110 euro, produkti i parë është 100 euro më i shtrenjtë se produkti i dytë. Sa e ka çmimin veç mas produktet? Do të thonë, keni produkt e ne keni një produkt tjetër. Njoni jo më i shtrenjtë 100 euro se tjetri. Kjo, se 190 e bën 110, ama nuk është 100 euro ma i shtrenjtë se tjetri, është 90 euro ma i shtrenjtë se tjetri. Atëherës unë mendoj se 95 nuk është 105, nëse bëjmë 105 e në 5. Ska lidhje sa është, 110 duhet dale. Valla, bashkë. Atëherës është 105 me 5. 5 herë, kada 105 e në 5 bën 110. 105 është 100 euro ma shtrenjtë se 5, po? Përgjigja e saktë mendimi im personal do jetë se 105 duhet të jetë. 105? Po. Njoni produkt? E në 5, 110, 105, definitiv. Përgjigja ime e konfirmuar, e pečatosur dhe e notarisosur. Dhe apostillosur. Vazhdojmë me një blok marketingu përsëri, për ta bërë pak më interesant. Vlak Vercolung Logistik AG, e cila firma shumë vjeçare, e cila merret me transportimin dhe doganimin e pajisjeve ose materialeve të tuaja që duni t'i transportoni prej Maqedonie në Zvicër dhe prej Zvicre në Maqedoni. Të gjithë ata të cilët duan të të transportojnë mallrat e tyre me logjistikën Vlak Vercolung Logistik AG, mund të paraqiten te numrat e telefonit që do t'i gjeni ma poshtë. Nuk ka nevojë të shkruani na për Facebook dhe Instagram dhe të pritni përgjigje. I keni aty lirisht numrat që mund t'i kontaktoni në oraret e punës natyrisht. Kontaktoni lirisht, merrni ofertat e juaja dhe sjellni mallrat e tuaja nga Zvicra në Maqedoni dhe nga Maqedonia në Zvicër. Falënderit. Atëherë, në pyetjen, nëse dy produkte së bashku e kanë çmimin 110 euro, produkti i parë është 100 euro më i shtrenjtë se produkti i dytë, produktet veçmas do ta kihen po Alil, 105 euro e në 5 euro. Të lumt Alil, bravo! 512.000 euro. Ju keni fituar 512.000 euro, ajo i vin në gjymës milioni Alil. Në gjymës milioni me 18.000 dhe t'i japtej. Gjeneratën e ardhshme ke sigurou.
Shtash, nuk e di, a do vazhdojsh në për 1 milion. Po, kena erë se kena erë deri këtu. Tash, nëse kina mund t'i kini bo këto dhuratat këto si gigat e telefonit, 64, 126, 512, shkojmë për 1 terabajt. Shkojmë për 1 milionin, qite 1 milionin, wow, 1 milion. Sham qkolata dhe nashme të paret. Shesa shkojnë 1 milion. Shefe, shumë numra. 1 milion euro t'i kiesh në konto. Interesant është, 1 milion euro. Me qenë se... Ti prek pak, a mund ti prek? Është shpizë në zika. Me qenë se jena me një program Preke lilit Si shumë që shedin që ka nga tjetër shumë. Ma, se dëshpash. Prekam, nerësht. Me qenë se jena me një program që i gazda nuk në shane, mund të im qështum. Milionin, une jom kompeticion për 1 milion euro. Një pyetje interesant dhe ishte, moti se kena pet njën i qetin, që do kishe bo që të kishe 1 milion euro? Vetëm më thuj dhe më kisha dhonë fukara. Me nuk di më shalva. Fukara vete? Di më shilësha gropat, 1 milion euro në minus jam. Je në qash me më te. Nuk jo me në qash, për qështë e bebe. Nuk e dibe njerë si është ti, ku e di unë si o ti të kjesh 1 milion euro. Vërtet se ke mendo asë njerë se të kjesh 1 milion. Po nuk e kom mendoj se nuk mendoj se të bohem dhe njerë. Pse ta lodh vetë vetën ta ma tretë, si me thonë une, qish dhe kisha bo si me shkel në hanë taj. Qish, të më rejsh në hanën e, asi se. Dhe bësh 1 milion euro, hanën e bi këto. Me qish dhe ta vish. Dhe bi hanën, ta vizatojnë këshpeja, pa problem, hiq. No, Balil, unë nuk e mendoj të të kalzoj drejtë, nuk besoj se dhe kiem dhe 1 milion euro. Ama me pas, me vërte nuk e di që dhe kisha. Nuk e di be vla, ku e di une. Dhe të shëllon mendje. Po, ajo një saglon. Me 1 milion? Me 1 milion. 1 milion euro. Alili dhe kështë e bot ditin në një. Po. Ishte? Po qish do bëjshe mra? 1 miliard të kisha shku. Dhe shkyshe. Dërmon të thonë, kom 10 miliard, 15 miliard me ato dinarët tonë si. Kino në bërdalis dhe kisha bo, sa ke 1 miliard, na do 1 miliard. 1 milion? Na 1 miliard. A dhe kapish milion? E na atë qishtë kapme. A je sanglon? Varet që isho pyetje e radhës, se mendoj se mas i kësho pyetje interesante ishin, mendoj se kjo e fondit dhe jetë Benisen me koklavetët. Regjia jemi gati, se më kanë kap mu mencionet. Venja veshin, Alil. Ja, sa t'jon këtë kjo pyetje. Nëse babai Selimit me Gjiti martohet me nënën e Ivanës, nëse së Selimit, Natasha, dhe këta dy lindin një djalë, Rakipin, çfarë e ka Selimi Rakipin? Do në një? Nuk e në njerë, vetër unë e dukët, që shok kjo pyetje, kjo Atër. pyetje areti kjo, kuse atë i pishë në gjenet, anë gjenet. Në më një lapsë, të koncentrohen pak. Nëse babajt, nëse babaj Selimit me Gjiti, në me thonë me Nëse Gjiti, babai i Selimit me me Gjiti. Gjiti o babe Selimit, martohet me nënën e Ivanës, nëse së Selimit, Natasha, dhe këta dy lindin një djalë, Rakipin. Qish e ka Selimi Rakipin? Kujdes, vakët kje, do të ta... Nama ta lexoj kështu, se kështu Selimi, Natasha, u përzin shumë emra këto. Me Natashën problem. Martohet me Baba o nënën e Selimi? Ivanës. Në me thonë, nënë e Ivanës është... Nënë e Ivanës o nënë e nose Selimit. Nuk. Nëse baba i Selimit martohet me nënën e Ivanës. Pa, Nose Selimit. Pa. Nosja Selimit quhet Ivana në këtë rast. pa. Që nosja quhesh atëres nona Natasha. Me komët e trash. Po, që shkruan ka. Me thonë Ivana o nosja Selimit, Natasha o nën e nosës. Dhe këta të dy lindin në djalë Rakipin. Shtej pi Natashës, atale. Rakip zvërqe. Natasha quheshin. Natasha martohet me Gjiti. Pa.
Qte me gjyti ja jep emrin Collin me Natashën Rakip. Kipave mashka. Çfarë ka Selimi Rakipin? Me kur s'ka bojën e Selimi, Selimi me Ivanën, me bo Coll atëherës ato mes veti qisho. Allah je. Nuk e dija. Pyetja është e thjeshtë. Pyetja është, Çfarë djali ka- me gjitit Selimi. Po. Çishe ka Selimi Rakipi? Qishe ka djalin e babës vet Këto e kje. me Natashën. Një grup Ama këto e kje. Natasha o nona e Ivanës. Këto o problem, se ti jetë vetëm Natasha, vlla e ka. Pi mjerkës, pi babë. Se di ju. Pa, unë se di, ja që shkini bo këto, o, vlla jem. Po ti si me do me 1 milion euro do të fitë shozët një. Ni. Ti i hongra të qera si halve në këtë taj? To ka konflikt familjar, Nuk ka. konflikt interesi ka. Do me thonë, baba e në gjali, jonë marto me nonën e në cocën. Po. I bie e sapi këto. Që hajde të ndimoj, se s'u ndimoj ke 1 milioni unë, ama hajde. I bie që unë e babim të marim një nonë me cocën e vetë, që kam bo me të një qërë. Ashtu o pyetja. Kush është Selimi në këtë rast? Selimi jo mune. A me gjiti o babë jo? Po. Tamo, E qëtej Natasha kusho nuk e dije në Ivana. tamo. Po ma ajo Ajo e vinë nëse ju të Natasha, të shqe, ne babim e ne Natasha jonë marto për zditi, se për spari kam bo ka një collë. E në jonë E lonë. na e, po, jonë lonë, që do që tjetë, do me thonë, me gjiti e ka Selimin, Natasha e ka Ivana. Pa. Me gjiti zateket me Natashën ke parku. Njoftohen, martohen, e ne dunë qëtej, kam bo një collë, jonë marto, kam bo një collë. Rakipi. Rakip zvaç. E qëtej Rakipi qishe ka, nuk Selimi qishe ka Rakipi. Rakipi. Vlla e ka vlla. Se pi babe e ka. Vlla e ka. Se di. Pret pak. Vlla e ka, ama Nuk e di. nosje Selim, na ma ta lexoj taj, qish bon? No, s'ka problem. Vlla e ka, ama Selimica, Selimica. Ivana, Selimica qish e ka? Dale, nëse ki e ka vlla. Se në Selimica e ka vlla. Se burë e grue vlla e kanë Rakipin. Po nëse Selimica e ka vlla kët Rakipin, atëherë Selimi Rakipin e ka në Kainqe. Si monde? Se vlla i grues o Kainqa. Po. Se Rakipjo me hesab vlapi none. A ki e ka inqet? Kom. Ama nuk o kështu puna. Aj babën e vetë, unë babën tim, regullina. Qte këto, e ne grue Selimit e ka vlla Rakipin, e ne Selimi e ka vlla Rakipin. Ateres, Po ka e qitë Selimica? po Selimica o Ivanave vlla. Ah, tamam, po. Po. Okej. Ama Selimica Rakipin e ka në kunat? E ne atë të dusha ta lidhi une. Vlla i burit punot e ka. Ka peledjo. Nuk, këto, di njerës, 8 gjoja familjare mund t'jenë këto. Ka dale më ngocë 1 milion euro. Ama nuk, pyetja është çfarë e ka Selimi Rakipin, nuk Selimica. Do me thonë, këto janë produkti të pash. Brezi qetë, brezi dit. Kjo e mejra e kësaj pyetjes është se dëgjoj unë këtë se Selimi qishe ka Rakipin. Pa. Këto të kishte Selimi qishe ka Rakipin, Selimica qishe ka Rakipin. Po jalla hopat kishte bo Selimica e ne Selimi një gjallë. Gjalli Selimi qishte e kishte gjallin e me gjitit. Ajo dhe ishte pyetje për 3 milion euro. Ajo pyetje, ajo me hejnë më njerë mas në do me thonë, une si një kompetitor këto, dhe e gjoj këtë përgjigje në kësaj, mendoj, a juve valoj një pyetje nëse kishte Selimi një gjallë, e në me gjiti një gjallë, piktimve Natashës e në Ivanës, qish dhe ishin gjemë mes vetit? E qish dhe ishin? Se di, se shepte nëse njerë të kjo bezi tret, ajo, keni brez, 3 breza ka. Po. Ateres i bie që nëse e ka Selimi Rakipin vlla, e ka ene Kainqe.
Dhe me thonë, përgjigja ime përfundimtare për këtë pyetje ndë ishte Selimi, Rakipin e ka vllapi babe, Kainqe pi grua. Vlla Kainqe, është mendoj tjetër s'mund ta kjetë dhe nisa. Sa klo? Po ta e qish dhe dale, motër se ka Rakipin. Kainqe. Kainqe e ka, po. E në vlla. Vllapi babës e ka, se babe vetë e ka bo, me mirë këtë, faktikisht në këtë rast, më e përzim gruan. A gruja e ka vllapi none. Të shte, vlajnë e gruas qish e kje? Kainqe. E për të i... Kain vlaqe e ka. Mendoj se kene Kain... Vlaqe. Vlaqe e ka. E që ka përgjigje vlaqe ose Kainqe vlaqe. Vllane Kainqe është përgjigja im përfundimtare. A ju gjinja Gjali Selimit, ati tjetër qishe kanë Gjali tjetër, atër shkruni në për komentet e këti rilsi këto. Shumë emocione ko. Vllajën e Kainqe, ha? Po. E sakt! Ju keni fituar 1 milion euro, Lila! Lila! Ajde urime, Lila! Milionero qeni se po t'i gravajti, davaj, ne një bëndu boko, imash pari, davaj. Moralin, e do që 1 milionin, no? Qeshke. Bravo. Ta di që 1 milioni, ta e di që do bësh unë e këto. A di që fjok dhe t'kisha mente. Nuk, halal qoftë. Halal qoftë. Respekt për Zotin, po. Më ke arbit. Qime në vllajën e Kainqen e gjeta, unë atë nuk e di asnjëherë, nuk do ta kisha gjetur të Nuk, kallëzit. unë më intereson si e bot këtë pyetje, se është një pyetje që unë s'kisha has ma para. Po e të shpërtim Kemi tonë. pas mundësi ta komplikojmë edhe më shumë, ama nuk zënë të displejat. Po nuk mo, këto u ka degenerim. Familje degeneruar. Familje degeneruar. Qish janë këto nërmet veti, familje dëgjën. Qishe kje, këtë vlla, e me Kainqe, me dalën, që që da thusha, me vllajna me Kainqe. Me Po Kainqe. kur do martohet Kainqe, dhe vojnë i collë. Ajo mo katastrofë. Mo mendoni se s'ka kështu rastesh. Ka. Ama në familje detergjentohet. Kene no, ka për vendet të zhvilluara. Më zhvillu të se ne ka, vallon. Baba e në biri, e morin nonën e me cocën e nonës. Martohen. Me thonë kështu biologikisht nuk ka asnjë problem. Kjo më ndodhe vetëm me një skenar, nëse djali martohet me një cocë, e në këto i kanë, njëni e ka nonën, njëni e ka babën, e në ke banketi, tu bo të lyt valle, ato dëshurohen njëni më Paralelisht tjetrin. kështu, po. Edhe në ke darës me gjali të shëf nonën e nosës, e në thë, Baba i thot gjallit atë ma bësh në nosë. Gjalli ja vonë në nosës, edhe Edhe lindër kokla Rakipi. kokla vetë po nama. Është një, se di, është shumë e rëndë, ama me collët duhet alis kështu. Ama Rakipi o hibrid, I moten, definitiv. Rakipi, Mosh këta dale. jetë interesant Rakipi. Mosh këta dale. Rakipi qishe ka Selimi? Lije mo më daldis. I more 1 milion. I more 1 milion ishte, vazhdojmë. Sa s'ma po. Ka vlla, Vazhdo me 1 ama në milion. daje ka. Nuk e ka daj. Qishe ka? Ka Po vlaj nonës vetë është, o stari Në nuk. burmatre, vanda. Po, burmotre, e në vlane e nishte, e ka. Po lije për Se më ki daldis. vlla ka inë qa e vlla e nishte. Bek të lenka. Bek të lenka u vot të puna ma. Që kjo ma beti të ndëruar miq të shuçkave, Alili e fitoi 1 milionin, kurse ne e zbulom punën e Selimit e ne Rakipit. Rakipit, po. Se që gjën vetë me vete. Telespektatorë të nderuar, kjo ishte e gjitha për sonte. I erdhëm fundit edhe kësaj epizodës. Shpresoj se do të shihemi javën tjetër, pasi që na ngotet pona se jemi te babina ke dreka e Rakipit. Do të shkojmë ta daleshim me Rakipit. Ju faleminderit shumë që na ndoqët dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube dhe po ashtu Like dhe follow në TikTok dhe në Instagram. dhe në Facebook. Mirupafshim, shifemi javën e kaluar.